Kanë dalë disa dokumente, disa informacione që diskutohen dhe në media shqiptare, që ka pasur dhe për gra dhe vajza shqiptare ose edhe njerëz me pushtet nga Shqipëria. Atëre më dëgjoj që këtu. Jo, unë të them me bindje absolute që në Shqipëri kapen vajza të reja, të bukura deri shumë të bukura, po. Edhe sot? Po, edhe sot. Do kapen në kuptimin që rekrutohen dhe përgatiten në radhë të parë seksualisht për të qenë karem. Si përgatiten? Bën palestra gjëra kështu? Bën të gjitha format e rekrutimit duke përgatitur nga ana seksuale për të qenë karem për të përdorur kundër njerëzve me pushtet, biznesmen. Në botë, apo edhe në Shqipëri? Në Shqipëri dhe në botë ku dushti. Dhe kjo vepër është vepër e vetë sigurimit të shtetit. Shikut. Dhe policisë. Po mirë, edhe tek e pushteni kanë pasur, deri aty kanë shkuar. Ore, mos u bëni kuda dhe një dhe ata, këto janë kareme që përdoren gjithë botën. Edhe në Itali përdoreshin. A shikare fare.